Nëna 70 vjeçare Ilia Karelit dhe vllai i tij shkëlqimi për herë të parë pranuan të bisedojnë me gazetar grek dhe treguan historinë e jetës së të afërmit të tyre. Nëna Resmia u thot gazetarëve se ende nuk e kupton se çfarë e shtyu djalin e saj të vras gardianin grek në burgun e Malandrinos. Ndëroi se ai është ende gjallë, kur mendoj se e ka mbuluar dheu, nuk mundem të jetoj, shpreh ajo. Lidhur me raportin mjekoligjor që nxori si shkak të vdekjes thyerjen e kafazit të kraharorit, nëna e Ilias ka dyshimet e veta. Për një gjë dua t'ju pyes, zemra e djalit tim mbi ç'baza u mbajt në Greqi. Kur ne shkuam për të marrë trupin e tij na thanë se do ta mbanin zemrën, por jo arsyen. Unë dua ta di, edhe pse djali im nuk do të kthehet më. Të afërmit pohojnë se Ilia komunikonte me ta thuajse çdo javë, por ai asnjëherë nuk ishte treguar për jetën e qeli. Sipas vëllait të tij, në komunikimin e tyre disa ditë para vrasjes së Rojës, ai duke i qetë, duke kërkuar vetëm 2-3 gjëra si gjithmonë. Nipi i 42 vjeçarit ka lyer me bojë në dorën e djathtë fjalën deti, siç i thërrisnin Xhaxhait Kudret. Ndërkaq edhe Kudret Kume kishte në të njëjtin krah një tatuazh me emrin e nipit. Gazetarët grek shkruajnë se 2 kilometra nga Zhupani është vari i Ilia Karelit, ngjitur me atë të Tatit ku valvite 9 flamuj shqiptar, fakti i cili sipas tyre tregon dimensionin kombëtar të rastit. Gazeta shkruan për udhëtimin e gjatë të Kudret Kumes në burgjet greke që fillon në tetor të vitit 1997, kur u shpall fajtor për vjedhje. Pas 9 vitesh, pasi bëri 3 të pestat e dënimit, ai u lirua me kusht. Në mars të 2007-s u kthye sërish prapa hekurave këtë herë akuzuar për tentativë vrasje të një çifti në Iraklio gjatë një grabitje, por krahas këtij dënimi u dënua edhe me 8 vjet burg për trafik droge. Gazeta Tovima i referohet avokates Ilias, Maria Stamelu, e cila kishte folur me klientin e saj disa ditë para vrasjes së gardianit në Malandrino. Kareli kishte shfaqur shqetësimin për një akuzë të re për drogë në kohën kur ai besonte se do të lirohej për 24 orë.